Mirëmbrëma të gjithëve shikues të nderuar, mirë se erdhët në sezonin e ri të emisionit Fokus. Starton me sukses të plot sezoni i ri e emisionit Fokus në televizionin 6+ Vlora. Emisioni i parë i këtij sezoni trajtoi një temë shumë të rëndësishme, kodin e ri penal, që është edhe dokumenti i dytë më i rëndësishëm pas Kushtetutës së Shqipërisë, e që mban shtyllat e shtetit, si dhe mbron liritë dhe të drejtat e njeriut. Kodi i ri penal, ndryshim apo kaos, solli në emision përballë gazetarit Ermal Sika, Durim Bajramaj, kryetari i Dhomës së Avokatëve të Vlorës, Mallingxhim Skënderaj, profesor doktor i shkencave juridike, Delo Meçani, avokat, Sokol Kamberi, sekretari i Dhomës së Avokatëve në Vlorë. Pas gati 30 vitesh nga miratimi i kodit aktual penal, Ministria e Drejtësisë ka paraqitur për konsultim një dokument të rëndësishëm të ri që pritet të ndikojë drejt për drejt jetën, të drejtat dhe liritë e qytetarëve. Por a është ky ndryshim i domosdoshëm? A është hartuar me transparencë dhe përfshirje publike? A sjell ky kod një qasje më moderne ndaj drejtësisë, apo rrezikon të ngjall konfuzion dhe pasoja të padëshiruara? Në studion e Fokus u diskutuan dhe u trajtuan pyetjet dhe çështjet më të rëndësishme që lidhen me këtë draft, duke dëgjuar mendimet, shqetësimet dhe propozimet që vijnë nga avokatët, juristët dhe njohësit e shkencave juridike. Në dokumentin e publikuar bien në sy masat më të ashpra ndëshkimi me burg, edhe për disa vepra penale që më herët ndëshkoheshin vetëm me gjobë. Drafti i kodit të ri penal jep të drejtë çdo të dënuari me burgim të përjetshëm të kërkojë lirim me kusht pas 35 viteve burg, apo përpiqet kodi i ri penal të rregullojë me mjete penale çështje që mund të trajtoheshin më mirë me mjete administrative apo civile, ligji i ri i shpifjes dhe dënimet respektive që parashikon dispozita. Avokatët dhe juristët në studio u ndalën gjerësisht për këtë çështje, por ata thanë se drafti i kodit të ri penal lë për të dëshiruar në mënyrën e hartimit, por edhe gjuhën e përdorur. Çfarë nënkuptohet me termin shpërblim i padrejtë në kodin e ri penal? Cilat janë parimet kryesore të së drejtës penale që duhet të respektohen në çdo kod penal? Cilat janë pasojat që parashikohen nga miratimi i këtij kodi? Disa nga pyetjet e ngritura në këtë tryezë. Avokatët thanë se do të vijojnë që ta kundërshtojnë këtë draft të kodit të ri penal, që nuk e dekriminalizon, por e kriminalizon shoqërinë tonë. Emisioni Fokus nga gazetari Ermal Sika vjen çdo të njëjtën në orën 20 në televizionin 6+ Vlora.